Sëmundja e papritur e presidentit serb Aleksandar Vučić, menjëherë pasi u raportua se dështoi të takonte presidentin amerikan Donald Trump gjatë vizitës së tij të shkurtër në SBA, është në qendër të vëmendjes tashmë edhe në Rusi. Mediat aty kanë hedhur teori nga më të ndryshmet, madje edhe nga ato konspirative, duke aluduar se Vučić, po ashtu edhe kryeministri i Slovakisë Robert Fico, mund të jenë helmuar. Kjo si akmarrje pasi konfirmuan pjesëmarrje në paradën që do të marret në Moskë më 9 maj. Analisti politik rus Sergej Markov e quajti me ironi sëmundjen e Vučić si një sëmundje tepër diplomatike. Ai duhet të merrte pjesë në paradën e fitores më 9 maj në Moskë, për të cilën BE kritikoi ashpër. Tashmë natyrisht ai nuk do të jetë në Moskë më 9 maj, dhe ndoshta të gjithë do të mendojnë se sëmundja është shumë diplomatike, vuri në dukje Markov. Në televizionin shtetëror rus ai nuk kurseu as ironit kur tha se vendi i tij mund t'i dërgojë ekspert mjekësor Vučić, por ngriti pyetjen, a do i pranojë ai, ashtu siç pranoi ekspertët e FSB-s që përcaktuan që nuk kishte përdorur armë zanore kundër protestuesve. Por sëmundja ka edhe një arsye tjetër, ndoshta edhe më të rëndësishme, për të shmangur një vizitë të pakëndshme të Vladimir Putin për dy arsyeje. E para, sepse ai mori një paralajmërim serioz nga Brukseli, se vajtja në paradën e Putinit me rastin e 80 vjetorit të përfundimit të luftës së dytë botërore mund të nënkuptonte një ndërprerje, ndoshta fatgjatë të negociatave të antarësimit në BE, dhe gështu mbylljen e rubinetit financiar të Brukselit, çka u tha qartë nga Estonia, mjaft më nëse shkoni tek Putini, harrojeni BE-n. Arsyeja e dytë është ajo nga e cila Vučić në të vërtetë ka më shumë frikë, biseda me Putinin për fatin e industrisë së naftës së Serbisë, e cila është në pronësi të madhe nga kompania shtetërore ruse Gazprom, dhe për këtë arsye nën kërcënimin e vazhdueshëm të sanksioneve amerikane, dhe tani është dhe njoftimi se vendet që blejnë energjinë ruse do të goditen me tarifa të mëdha amerikane deri në 200%.